Në shkollë na mësuan shumë gjëra, por jo gjithmonë ashtu si që ishin në të vërtetë. Na dhanë përgjigje të gatshme, por rrallë na mësuan të pyesim. Na folën për histori, dije dhe sukses, por shpesh harruan të na tregojnë anën tjetër të së vërtetës. Ato gjëra që u thjeshtuan, u zbukuruan ose u mësuan gabim. Kjo video është një ftesë për të reflektuar, për të rishikuar atë që mendonim se e dinim, një udhëtim mes dijes dhe dyshimit, realizuar nga faqja Na ishte dikur. 1. Kolombi e zbuloi Amerikën. Në shkollë na u mësua se Christopher Kolombi zbuloi Amerikën në vitin 1492, sikur ajo tokë të ishte bosh. Në të vërtetë, Amerika ishte banuar prej mijëra vitesh nga civilizime të zhvilluara si Aztekët, Majat dhe Inkat, me kulturë, shkencë dhe organizim shoqëror të avancuar. Madje shumë përpara Kolombit, vikingët kishin bërritur në brigjet e Amerikës së Veriut. Termi zbulim është eurocentrik dhe fsheh faktin se ajo që ndodhi ishte fillimi i pushtimit, shfrytëzimit dhe shfarosjes së popujve vendas. Shkolla e thjeshtoi historinë për ta bërë më të pastër, duke shmangur anën e errët të kolonializmit. Kjo na mëson se historia nuk është vetëm datë dhe emra, por edhe këndvështrim dhe pushtet narrativ. 2. Ne përdorim vetëm 10% të trurit. Ky është një nga mitet më të përhapura, por edhe më të rrezikshme, sepse krijon ide të rreme për potencialin njerëzor. Shkenca moderne ka vërtetuar se ne përdorim pothuajse të gjitha zonat e trurit në funksione të ndryshme dhe në momente të ndryshme. Edhe gjatë gjumit, truri punon intensivisht. Ky mit u përhap kryesisht nga literatura motivuese, jo nga neurologjia. Shkolla, në vend që të na mësonte si funksionon realisht truri, shpesh na jepte slogane të thjeshta. Problemi nuk është se përdorim pak trurin, por se nuk na mësojnë ta përdorim në mënyrë kritike, krijuese dhe të pavarur. Kur e kupton këtë, përgjegjësia zhvendoset nga potenciali i fshehur te mënyra si mendojmë çdo ditë. 3. Notat tregojnë sa i zgjuar je. Shkolla e vendosi notën si matës suprem të inteligjencës. Në realitet, nota matë sa mirë një nxënës përshtatet me një sistem të caktuar, memorizim, ritëm, bindje dhe mënyrë standarde të shprehjes. Shumë njerëz me inteligjencë të lartë emocionale, praktike apo krijuese kanë qenë nxënës mesatar ose të dobët, ndërkohë nxënës të shkëlqyer në shkollë shpesh hasin vështirësi në jetën reale. Inteligjenca është shumë dimensionale, por shkolla e reduktoi në një shifër. Kjo krijoi ndjenjë inferioriteti te shumë fëmijë dhe arrogancë te disa të tjerë. Problemi nuk është vlerësimi, por ngatrimi i vlerësimit me vlerën e njeriut. 4. Historia shkruhet objektivisht. Në libra historie, shpesh hasim një version të rregulluar dhe të filtruar të së shkuarës. Historia nuk është vetëm çfarë ka ndodhur, por edhe kush e ka shkruar dhe pse. Regjimet, shtetet dhe ideologjitë kanë ndikuar drejt për drejt në mënyrën si janë paraqitur figurat dhe ngjarjet. Disa janë heroizuar, disa demonizuar, të tjerët janë harruar fare. Shkolla rrallë na mësoi të pyesim kush e tregon këtë histori dhe çfarë mungon këtu. Pa këtë aftësi kritike, historia kthehet në propagandë të butë. Të kuptosh këtë nuk do të thotë të mohosh gjithçka, por të lexosh me mendje të hapur dhe sy kritik. 5. Gabimi është dështim. Që fëmijë, gabimi na u paraqit si diçka për t'u ndëshkuar. Notë keqe, qortim, turp. Në realitet, çdo përparim njerëzor është ndërtuar mbi gabime. Shkenca, arti dhe inovacioni ecin përpara përmes provës dhe dështimit. Kur shkolla ndëshkon gabimin, ajo prodhon frikë dhe konformizëm. Nxënësit mësojnë të mos rrezikojnë, të mos pyesin dhe të mos eksperimentojnë. Kjo sjell njerëz që presin udhëzime, jo mendim të pavarur. Gabimi nuk është fundi i dijes, por fillimi i saj. Një sistem që nuk toleron gabimin, nuk prodhon mendimtar, por zbatues. 6. Duhet të dish çfarë do bëhesh që i vogël. Shkolla dhe shoqëria na krijuan idenë se në moshë të vogël duhet të kemi një plan të qartë jetësor. Në realitet, shumica e njerëzve zbulojnë veten përmes ndryshimeve, gabimeve dhe kthesave. Ky presion i hershëm shkakton ankth dhe ndjenjë dështimi te ata që nuk e dinë ende rrugën e tyre. Jeta nuk është një vije drejt,
por një proces. Shkolla duhet të na mësonte si të mësojmë, jo të na detyronte të zgjedhim herët. Aftësia për të rishpikur është shumë më e vlefshme se një plan i ngurtë. 7. Punë e sigurt, jetë e sigurt. Për dekada, shkolla na përgatiti për stabilitet, diplom, punë, pension. Por bota ka ndryshuar. Sot, asnjë punë nuk është plotësisht e sigurt dhe profesionet zhduken më shpejt se kurrë. Ajo që të mban gjallë nuk është vendi punës, por aftësia për të përshtatur, për të mësuar vazhdimisht dhe për të menduar në mënyrë fleksibile. Shkolla rrallë në mësoi sipërmarrjen, menaxhimin e rrezikut apo mendimin kritik financiar. Na mësoi të presim siguri, jo ta ndërtojmë atë vetë. 8. Mëso për provimin, pastaj harro. Ky është modeli më i përhapur dhe më i dëmshëm. Nxënësit mësojnë për afatin, jo për kuptimin. Informacioni futet përkohësisht dhe del po aq shpejt. Ky sistem nuk ndërton dije afatgjat, por stres dhe lodhje mendore. Shkolla rrallë lidhi dijen me jetën reale, duke e kthyer mësimin në detyrim dhe jo në kuriozitet. Kur mësimi shkëputet nga kuptimi, humbet vlera e tij. Të mësuarit duhet të jetë proces i vazhdueshëm, jo garë memorieje. 9. Disiplina do të thotë bindje. Shkolla shpesh e barazoi disiplinën me heshtjen dhe bindjen ndaj autoritetit, por bindja nuk është virtyt nëse nuk shoqërohet me mendim kritik. Disiplina e vërtet është aftësia për të menaxhuar veten, jo për të nënshtruar. Kur fëmijët mësohen vetëm të binden, ata rriten si të rritur që kanë frikë të kundërshtojnë padrejtësinë. Shkolla duhet të kultivonte përgjegjësi, jo frikë. Një shoqëri e shëndetshme ka njerëz të disiplinuar në mendim, jo të nënshtruar në heshtje. 10. Të gjithë mësojnë njësoj. Shkolla e trajtoi klasën si një trup uniform, por njerëzit janë thelbësisht të ndryshëm. Disa mësojnë duke parë, të tjerë duke bërë, disa duke dëgjuar apo duke reflektuar. Kur sistemi nuk e njeh këtë larmi, shumë fëmijë mbeten pas jo sepse janë të paaftë, por sepse nuk u përshtatet metoda. Kjo krijon etiketime të padrejta si i dobët apo problematik. Edukimi duhet të përshtatet me njeriun, jo njeriu me sistemin. Kur kjo mungon, humbasin talenta të panumërta. Nëse këto mendime të ngjallen kujtime, pyetje apo reflektim, atëherë ky udhtim sapo ka nisur. Për histori, kujtime dhe të vërteta që ja vlen të rishikohen, abonohu, subscribe të faqja Na ishte dikur dhe bëu pjesë e kujtimeve dhe historive që nuk harrohen.